إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يستندروار الله سبحانه وتعالى ثدن القرآن وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين dhe përkujto se përkujtimi ju sjell dobi besimtarve. Ne sot do të flasna për një fars prej farzeve të Allahut subhanahu wa ta'ala, për një obligim që na ka obliguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky obligim ka filluar të ecje, ky obligim ka filluar të tretet, ky obligim ka filluar që të tregon në mesin e shoqërisë që ka filluar të humbje vlerën. Ajo është respekti i prindve. Ne jemi duke parë se respekti i prindve të rinj të gjeneratat e reja ka filluar të zbehet. Për shkak se ata marrën mësim prej rrjeteve sociale. Ata janë duke u edukuar mes filmave vizatimor, mes filmave të Hollywoodit e të tjerë, dhe nuk ka kush që ata i frymzon në aspektin fetar se prindri është i madh dhe ai duhet të respektohet dhe të vlerësohet. Por lufta e madhe që është, ti je i Zoti vetës tane, ti vendos për veten tande, ti ke mend, ti di të zgjedhish dhe të vendosish. Kjo është luftë psikologjike e cila është në mesin e shoqërisë tonë islame, që të ndajnë prindrit prej fëmijëve të tyre më të shtrenjtit pas imanit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka zënë të zbet respektin ndaj prindve, sjellja, kujdesja, investimi, shëndeti i tyre, vizita e tyre, vetmia e kështu me radhë. Do të thotë kjo po shihet. Do të thot, ajtë se janë pleq, ajtë se nuk kuptojnë, ajtë se nuk është kjo gjenerajt, ajtë se nuk o kjo, ajtë se nuk o kjo, automatikisht shkelmim normat e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Respekti i prindve të dashur, vlezër, xhamatli, ata të cilët janë më të risëna, që janë në moshën e fëmijëve tonë, e vlat tonë, në shenjë të respektit, kujdesni se respekti i prindve është farz. Është obligim. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti ka urdhëruar që të adhurohet vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala dhe me u sjell mirë me prindrit. Dhe në fund të ajetit Allahu tjetër thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira." Dhe thuaj, o Zot, mëshiroj ata, do thot moshën kur të blinë në moshën e pleqërisë, ashtu si ata më mëshiruan mu, më edukuan mu kur isha i vogël, kur isha fëmijë, kur nuk disha me ec, kur nuk disha me ndru pampersin vet, kur nuk disha me hangër, kur nuk kisha 2 dinar në xhep, kur unë qajsha natën, kur 2-3 natës më qojshin në spital, ata kur u munduan të investojnë për mu, ata kur rishin pa gjumë, ata kur i shqetësojsha unë ata, sa her jam vënu prej shkollës, sa her kam dollë me shok, sa belaje ja kam prun shpi prindve, sa hile dhe gabime kam ban, dalë dhe mendo. Allah subhanahu wa ta'ala ta përkujton kat
që thuaj ata kur mrin në moshën e lodhur të pleqërisë, thuaj o Zot, irhamhuma, më shiroj ato di ashtu si më edukuan kur isha i vogël, kur isha fëmijë. Ajete ka shumë, për shkak kohës do të mundohemi të cekim nga një ajet për sicilën temë, pastaj me u sjell mirë me prindrit është moral i gjithë pejgamberëve të Allahut. Sjellja e gjithë pejgamberëve. Mos më u sjell mirë me prindrit është zakon i atyre që se njohin Allahun. E atyre të cilë nuk i bjen sejdë Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun subhanahu wa ta'ala na tregon për Nuhin alayhi salatu wassalam që ka thonë Rabbi gfir li wa li walidayya. O Zot, më fal mua edhe prindrit e mi. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon për Jahjan, birin e Zekerijas, dhe thot wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dhe është kon i sjellshëm, është sjell mirë me dy prindrit e vet dhe nuk është kon i ashpër, i egër me prindrit e vet edhe i padëgjueshëm. Nuk ja ka thi urdhnat. Allah subhanahu wa ta'ala na tregon për Isa alayhi salatu wassalam, birin e Maryemës alayha salam, dhe thot wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Thot dhe më ka bërë mua Allahu subhanahu wa ta'ala për Isajin alayhi salatu wassalam që të jem bamirës, i sjellshëm, i mirë me nonën time, me Maryemën alayha salam, dhe nuk më ka bo i ashpër dhe njeri i vrasht dhe me sjellje të keqe. Do të kjo cilësia pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilët janë sjell mirë me prindrit e tyre. Për këtë arsye, nëse ti i dëgjon prindrit tuaj, nëse ti i respekton prindrit tuaj, nëse ti thu ta veti babin apo mamin, a dal në sokak, a dal në loj, a dal në udhtim, a dal në shëtitje, mos e ni vetën tënde se ti e i prapambetur, ti e njeri më i civilizuar, ti e njeri më i ngritur, ti e njeri më i edukuar, për shkak se ti urdhrin Allahut e çon në vend, ti ec pas hapave të pejgamberëve, cilësive të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ti di me nderuar di prindrit tuaj. Nga Asmaja radiallahu anha thot, erdhi nona ime wahje mushrike, dhe në atë periudhë ka qenë mushrike, jo besimtare. Asmaja bia e Abu Bekrit radiallahu anha thot, dhe veta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul Allah, nëna ime po vjen po mushrike, a ban ti mba lidhjet farefisnore, kontaktin me mamin tim, e cila është mushrike, jo besimtare? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, vazhdoj lidhjet. Do të thot, edhe pse jo besimtare, edukata, sjellja e mirë, respekti, do thot, lejohet në dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga Abu Huraira radiallahu anhu, i ka pa dy burra duke ecur, njëri me tjetri bashk. Dhe i thot Abu Huraira radiallahu anhu, njërit prej tyre, kush është ki për ty? Kush është ki për ty? Përgjigjet thot, ki është ebi, babi im. Njëni, djali, përgjigjet më shpejt, i thot, kjo babi im. E i thot Abu Huraira radiallahu anhu, thot, mos e thirr në emrin e ti, mos ec para ti, dhe mos u ul para ti. Nësa kam dëgjue, prezent jam kanë, kur të folët kush o ki, Hasani për babën e vetë. O Hasan, o Abdullah, babës vetë, direkt në emën. Abu Huraira radiallahu anhu, në mëson që mos me thirr babën në emër të vetë, mos me ec para ti përveç se nëse ka rrezik, dhe mos më ul para ti. A na
Sa gabojmë, sa e shkelmi këtë normë dhe këto regla që na mëson Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Le nëse kaq, por ti sa të jetosh gjallë në këtë dunja, nuk mujsh t'i dalsh hakit babës tonë asnjëherë. Prindve, vetëm një rast. Do të thotë sa të jetosh gjallë. Mere qoje në Dubai, mere qoje në Qabe, mere qoje dunjojnë me hec, bleja teshat më të shtrejnëta, kur së një dali shakit prind, përveç me një rast. Këtë rast nga të regon Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, që nëzër hadithin në Sahih Muslim që është, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mund të shpërbleje djali baban, ti dale hakit me një fjalë tjetër, për vetë se nëse e gjenë babën e ti rob e ka zonë armiku, qole, edhe ti e paguën babën dhe e merë dhe minjerë e liron. Vetëm në qëtë rast. Vetëm në qëtë rast. Mush mi dal hakit. Pse? Ka thonë uleman për shkak se kur ta lirojsh prej robrije, do të fillon jeta e re, sikur që fillon një jetë. Për këtë do të veç qëtë rast, për ndryshe, mos të në to, pse ja ke blejt një kërë, apo pse ja ke bon diçka, edhe ti mo baroj që është qajon me prindrit. Allah na fort. Allah na fort. Se po harrojmë të mirat e prindve. Po harrojmë sakrificën e tyre. Po harrojmë lodhjen e tyre. Dhe shumë herë ndoshta i shqetësojmë, por ato se shprehin. Ose jemi ndikupit e tjerëve, ose i harrojmë të mirat, ose i harrojmë hajetet dhe hadithet. Allah na fort. Inshallah Allah s'na ngre bereqetin. Prindrit, sa do qo që të gabojnë me ti, ti nuk të ngrita jo e drejtja që mos t'i respektojsh. Prindrit, sa do qo që gabojnë me ti, nuk ngritet ti që mos t'i respektojsh. Baba më ka bo zullum që unë s'pe respektoj, ti nuk ngritet. Për vetë se, nëse të urdhojnë në shirk dhe kufër, atëherë nuk dëgjohen ata. Në mëkate në gjinohe, atëherë ngritet dora. Për ndryshe, zgudzon. Respekti i prindve është prej veprave më të dashura te Allahu subhanahu wa taala. Hadithi që ka ardhur Bukhari dhe në Muslim nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, se është shpitur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, cila punë është më e dashur te Allahu? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi në kohën e vet. Pastaj birrul walidain, respekti i prindve. Pastaj ka thonë ja Rasulullah, ka thonë gjihadi në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Respekti i prindve, mirësjellja ndaj prindve është prej gjihadit në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thot kategori të lartë. Hadithi që ka ardhur Bukhari dhe në Muslim nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma thot se ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të marrë leje për me dalë në luftë në xhihad. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë, a i ke gjallë prindrit? Ka thonë po, ka thonë shko dhe bën xhihad të to. Shërbej ata. Kurse nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu thot, ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, ka marrë ja Rasulullah, te ti që të ta jap besatimin për hijret dhe i kam lënë 2 prindrit e mi duke qajt. Do të kur ka dalë prej shtëpie, që të vinte Rasulullah që ajo për besatimin për hijret, për shpërngulje, i ka lënë duke qajtur, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kthehu dhe bëri të qeshin ashtu si i lave duke qajtur. Ne, ki për hijret, ki qetri për luftë, për xhihad, ne sa herë i bëjmë të qajnë prindrit për film, se se ne lëm filmin. Sa herë i bëjmë të qajnë prindrit për loj. Sa herë i bëjmë të qajnë prindrit për investime të kota. Sa herë i shqetësojmë ata, këto për vepra të mëdhoja, për kulmin e Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigjur në këtë formë. E çka do thote për sende të kota që i shqetësojmë prindrit? Për katë, mos ju mbashtrojnë filmat të Hollywoodit. Mos ju mbashtrojnë ata
Emisionet të cilët mbahen që ti e Zoti vetës tënde, ti vendos për jetën tënde. Ti konsultohesh me prindrin, s'ban pa u konsultue. Por, kujdes, se këto du me na prish që këtë. Edhe vetëm që kjo ka filluar të tregon realitetin, ka filluar të zbehet, ka filluar të dalin në Majdan. Allahu na promësov gjendjen. Mallkimi i prindve ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me mallkuar prindrin, me shajt prindrin. Nga Alia radhiyallahu anhu thot se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka mallkon një njeri i cili therr diçka jo për Allahun subhanahu wa taala. E ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala personin i cili i lun megjet, kufint, narës. Do t'ja marrë vllajt vet pak, i shtinja 15 catin natën megjen. Për para, në përkatun të janë vra për megje. I ka ndru megjet, i vjedh megjen. O, po një të në kohë të shkonë, bashkore, mush mja falsifiku dokumentat, ja mërtoa, kënë Allah në rujt. Del në mantant, Allah në rujt. E ki njëri i cili e lun megjen, vijen e kufinit, është i mallkuar. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është i mallkuar ai njeri i cili e mallkon prindrit e vet. Dhe është i mallkuar ai njeri i katër i cili e strehon një kriminal. E strehon kriminalin i cili bën krim. Pse këto katër janë të mallkuar? Për shkak se e para, ai që therr jo për Allah, është i mallkuar për shkak se me ta rujt tauhidin, njëshmërinë e Allahut, mos mi bosh shirk Allahut. E dita pse ai është i mallkuar që e lun megjen, me ja rujt mallin dhe pasurinë njerëzive, mos me prek kush dikush mallin e dikujt tjetër. E treta, pse prindve që kjo është një vepër e madhe dhe rrezikshme që ti me mallkuar prindit. Dhe kanë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, si është mallkimi i prindve, thot ti ja shon babën apo nonën dikujt tjetër, ai ta kthen ti. Sa herë na për kafe, na për rrugë, na për shkolla dëgjojmë se tallën kia shon babën dhe nonën edhe ai ja kthen. Është bo hajgare kjo. Me shajt nonën e njëri tjetrit, babën e njëri tjetrit. Kjo është ky njeri hin mallkim do thot largohesh për rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Dhe funta, pse ai që e strehon një kriminal, për shkak se ty ja leton atij që me vazhdon krimin e vet. Edhe pse dysa prej ulemave kanë thonë, është strehimi, ndimi i bidatxhijut, i cili e di që është bidat, e di i cili që s'ka bazë fejnë Allah, dhe e ngjallat bidatin, e rritat bidatin, e forconat bidatin, hinë në këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu na përmësov gjendjen, Allahu na bëf prej tyre që të sjellemi mirë me prindrit tonë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يزر Ebu Hanifja, rahimullah, çdo muj ka dhënë ka 20 dirham apo dinar sadaka për prindrit e vet. Çdo muj e ka dhënë për prindrit e vet. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, kur dojke me dal për trit, po edhe për ne pleq, që i kemi gjallë prindrit. Kur dojke me dal për shtëpisë së vet, thojke assalamu aleikum oj nona ime. Allahu të më shiroft oj nona ime ashtu si më ke edukuar kur jam kon i vogël. Nona vetja thojke dhe i thojke aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh o biri im Allahu të më shiroft ashtu si ti je duke u sjellur mirë tash në pleqërinë time. Mirë një mësim për Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, mirë një mësim prej Ebu Hanifas dhe të regohet për njërin nga selefit Ibn Auni, njëri prej tabiinëve, e ka ngrit zonin pak para nonës vet dhe ka shku i ka liruar me njëherë dy rob. A dini çka thotë dy rob? Dy musliman tash që janë për shembull në Palestinë, janë të jahudit, për shembull, janë në burg. Edhe tash do mi liru disa të lipin, ato të lipin 200.000 euro. Ti shkon jep 200.000 euro me nxjerr për burg, që ç'kjo është mi liru dy rob.
Ka shku me njëherë, vetëm pse ka ngrit pak zonin nënës vet, ka shku I ka lirue me njëherë dy rrok. Allah na përmësov gjendjen, Allah na bëf rejtyr që sillna mirë. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhennetul firdaus wa aqimus salah.